Ina Aderi, ish banori e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania, ka komentuar së fundmi në media për dinamikat që po zhvillohen brenda shtëpisë më të ndjekur në vend. Në fokus të deklaratave të saj ka qenë edhe dasma simbolike organizuar me Selin dhe Gimbo, një moment që ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ka nxitur diskutime të shumta në rrjetet sociale. E ftuar në një intervistë mediatike, Ina Aderi u ndalte atmosfera dhe dinamikat që krijohen brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, duke theksuar se situata të tilla janë shpesh pjesë e lojës dhe spektaklit që prodhon ky format. Sipas saj, organizimi një dasme mes dy banorëve ishte më shumë një moment argëtues dhe një mënyrë për të sjellë energji dhe humor në shtëpi, duke krijuar njëkohësisht përmbajtje që tërheq vëmendjen e publikut. Ajo theksoi se brenda një reality show si Big Brother VIP Albania, marrëdhëniet mes banorëve mund të ndryshojnë shumë shpejt, për shkak të presionit të izolimit, konkurrencës dhe strategjive të lojës. Në këtë kontekst, sipas saj, edhe momentet që duken spontane apo romantike mund të jenë pjesë e dinamikës së lojës dhe e mënyrës se si banorët përpiqen të krijojnë një histori brenda shtëpisë. Megjithatë, gjatë intervistës, vëmendja u përqendrua edhe te një tjetër çështje që ka ngjallur interes te publiku. Ina Aderi u pyet edhe për marrëdhënien e saj me Kesin dhe për arsyen pse ajo nuk e ndjek më në Instagram. Pyetja erdhi pas komenteve dhe spekulimeve që kanë qarkulluar në rrjetet sociale lidhur me raportin mes tyre. E vendosur për të mos hyrë në detaje, Ina preferoi ta quaj këtë si çështje personale. Ajo u shpreh se nuk ka ndodhur asgjë për t'u shqetësuar dhe se publiku nuk duhet ta dramatizojë situatën. Njerëzit të mos shqetësohen, s'ka ndodhur asgjë, është shumë personale, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se nuk dëshironte të zgjerojë më tej mbi këtë temë. Deklarata e saj ka shtuar kurreshtjen e ndjekësve të reality show-ut, të cilët shpesh vijojnë të ndjekin edhe marrëdhëniet mes ish banorëve jashtë shtëpisë. Çdo lëvizje e tyre në rrjetet sociale shpesh interpretohet dhe komentohet gjerësisht nga fansat e formatit. Ndërkohë, Big Brother VIP Albania vazhdon të mbetet një nga programet më të ndjekura në televizion, ku çdo situatë brenda shtëpisë, nga momentet argëtuese deri te debatet apo raportet mes banorëve, kthehen shpejt në temë diskutimi për publikun dhe mediat. Në këtë kuadër edhe komentet e ish banorëve si Ina Aderi shpesh tërheqin vëmendje, pasi ato japin një perspektivë nga dikush që e ka përjetuar vetë jetën brenda shtëpisë së famshme.